përshëndetje të gjithëve. Ja ku jemi së bashku në një mision dedikuar fëmijëve dhe këtu nuk kemi pak, po kemi 10 fëmijë dhe do gjeni se cilësh më shumë fëmijë, ndonjëherë bëj unë më shumë fëmijë se sa të tjerët. Nëse do të kryej një rregull të ri në shkollë. Pra nëse ti do ishe presidentja e shkollës dhe do vendosi një rregull të ri që të gjithë do e ndiqnin, cila do ishte ky rregull? Unë do të vendosja që në vend që të jetë 5 orë shkollë të jetë 3 orë. Të jetë 3 orë. Dhe në ato 3 orë do bëhet 2 orë fiskulturë dhe 1 orë... Po, 1 orë gjuhë, 1 matematikë. Ti ke 5 orë pale kur të shkosh pastaj në klasë të 7-8 që do ke... 5 orë gjysëm, dhe 5 orë gjysëm shkollë. 7 orë, po, pas ka nisur. Ajo që më lëndon më shumë, janë fjalët apo veprimet e të tjerëve? Më shumë fjalët, është. Fjalët? Po. Cilat më tepër, ato që janë si kritika, ofendimet? Po për shembull, të bëjnë të ndihesh sikur nuk e asgjë ose fjalë të tjera. Për shembull kur bën një mundim aq të madh dhe thon jo po ose pak bëre. Do thënë ato fjalët që i nxjerrin pa i kontrolluar. Në vlerësimi, ulës është vlerësimi asaj që ke bërë. E drejtë. Unë e kuptoj që dikush është mik i vërtet. Më rri afër dhe më ndihmon. Dhe të ndihmon kur je në vështirësi. Edhe në të mirë edhe në të këqija. Po. Dea? Po. Kur dikush më mërzit, pra ti përgjigjsh për veten tënde, çfarë bën ti kur dikush të mërzit? Kur për shembull ndonjëherë kur po e zëshi shembull që ndoshta ndonjëherë babi më mërzit, unë shkoj te shtrati, rri çik shtrirë për ca minuta. Dhe pastaj ndihem më mirë. Ndihesh më mirë. Shumë bukur. Po ndonjëherë edhe të qëndruarit vetëm na shërben. Po. Gjëja që më pëlqen më shumë te vetja ime është mund të jetë besoj për ty, mund të japësh një përgjigje. Pra ti thua për veten tënde. Unë jam më shumë ai që të tjerët duan të jem apo unë jam ai që dua të jem? Unë jam ai që dua të jem. Po kur të tjerë thonë, po shiko, përmirësohu pak, rri pak shtu, thuaj pak të, mos e thuaj më këtë gjë. Ka dhe gjëra që ne mund të përmirësojmë, apo jo? Po. Por ti mbetesh asaj që ti je brenda teje, brenda vetes, pa ndryshuar, jo atë që të tjerë duan. Kjo do ishte edhe një këshill, përveç se konstatim. Kur ndihmoj dikë, unë ndihem shumë mirë. Ndihesh mirë? Po. Por, ka raste ndonjëherë kur ne ndihmojmë dikë se marrim atë vlerësimin që thonë, çfarë djali i mirë ai dhe ndihemi kështu. Apo e bën thjesht sepse duhet bërë e mira. Sepse duhet të bërë e mira. Duhet bërë e mira. Pastaj se çfarë thonë të tjerët? Po. Teksti është me 5 fjali siç thash, dhe unë dua që njëherë ta lexoni atë që do zgjedh unë. Një do ta lexoj si i lumtur, një tjetër ta lexoj si nevrikosur. Pra teksti, supozojmë, sot u zgjova herët dhe hapa dritaren. Unë po lexoj neutral. Sot u zgjova në mëngjes dhe hapa dritaren. Dhe njëri për ju do ta lexoj në mënyrë të nevrikosur. Sot mos të trashim zërin. Do ta fillosh ti Dea? Po. Mirë. Unë po ta kthej tekstin, e lexon dot aty ku je? Po. Çoja Deas këtë mikrofonin? Pra, do ta lexosh sikur je nevrikosur, ëh? Sikur ti po i bën ato në mënyrë të nevrikosur, po. Sot u zgjova herët dhe hapa dritaren. Vazhdoj fjalin tjetër. Qielli ishte i kthjellët dhe ajri shumë i freskët. Më larg mikrofon, okay. Vendosa të lexoj disa faqe nga libri im i preferuar. Po, aha. Dhe pas ndihmova prindërit në disa punë të vogla në shtëpi. Në fund të ditës u ndjeva i lumtur dhe i qetë. Shumë i qetë. Luna, provoje, shohim tani versionin e lumtur. Po, pak a shumë kjo e ka atë lumturin, po ti do të jesh shumë entuziaste, shumë e lumtur. Sot u zgjova herët dhe hapa dritaren. Qielli ishte i kthjellët dhe ajri shumë i freskët. Vendosa të lexoj disa faqe nga libri im i preferuar. Më pas, ndihmova prindrit në disa punë të vogla në shtëpi. Në fund të ditës, u ndjeva i lumtur dhe i qetë. Po,
Dua tani versionin e friksuar. Kush do ma bëj dot të friksuar? Po. Sot u zgjova mëngjes herët dhe hapa ditraren. Shka. Okej. Po mendoj si ta bëjmë më mirë edhe. Qielli ishte i kthjellët dhe ari shumë i freskët. Vendosa të lexoj disa faqe nga libri im i preferuar. Më pas ndihmova prindërit në disa punë të vogla në shtëpi. Në fund të ditës u ndjeva i lumtur dhe i qetë. Po. Ka një version që doni ta bëj unë për shembull, që më testoni mua, që të shikoni edhe unë nuk sot u zgjova herët dhe hapa dritare. Qielli ishte i kthjellët. Po, më vim për të qarë më pastaj. Dhe ajri shumë i freskët. Vendosa të lexoj disa faqe nga libri im i preferuar. Më pas, ndihmova prindit në punë të vogla në shtëpi. E në fund të ditës, u ndjeva i lumtur dhe i qetë. Okej. I turpëruar. Do ta provosh një herë ti? Ja. Hajde, provoj. Ha, do ta provosh ti? Mirë, do ta provoj. Kemi për... Ha, provoj. Mi provoj fjalinë e parë. Sot të zgjam. Sot u zgjova herët dhe hapa dritaren. Qielli ishte i kthjellët dhe ajri shumë i freskët. Vendosa të lexoja disa faqe nga libri im i preferuar. Më pas ndihmova prindërit në disa punë të vogla në shtëpi. Në fund të ditës, u ndjeva i lumtur dhe i qetë. Okej, shumë mirë. Një është kriminal. Po, është thjesht. Do të ma thoj dhe do të ma argumentoj. Okej, më thoni kështu, i pari sepse shkurt fare, si cili nga ju. Si që mendon? Cili nga këta tre, për shembull, njëshi sepse kështu, ose dyshi sepse... Cili nga këta mendon se është i keq, që ka kryer krime? Unë se di fare. Nga ju që ti e shikon, në mënyrë gjua e trupit, në mënyrë se si qëndrojnë, ndoshta nga sytë, se si shikojnë. Thuaj një kot. Unë mendoj që është i pari se duket i frikshëm. Duket i frikshëm. Keni kujdes se do vi rada jote. Mendon se ja do i marr me radhë. Dhe bëni me radhë, që Ha, pak shpejt që se kam edhe tre të tjerë. më duket ai i pari. I pari të duket dhe ty. Pse? Dhe që është edhe një çik i frikshëm. Okej. Mendoj se është i pari, sa ndoshta po na ngatron që duket sikur s'është kriminal edhe Nga mënyrë se si e ka bërë. Ma je pak? Po, mirë që në mirë. Se ishin dhe zishila. I pari në mënyrë si qëndron, po. Edhe unë i pari. Okej. Po? Unë mendoj se është i pari, sepse ai duket sikur po të thotë që mos i thot njeriu dhe është si pak i lërvikosur. Okej, mjafton, po. Mundoni që mikrofon mos ta tuni sepse bën zhurmë. Po? Unë mendoj se është i fundit, Pse? sepse nga mënyra si qëndron. Në mënyrë si qëndron. Po. Cili mendon? Unë mendoj se është i dyti. Pse? Nga që duket pak si i nevrikosur. Pak. Pak i nevrikosur. Luna? Mendoj treti, sepse ka një qeshje të frikshme, kurse i dyti, do me thënë, edhe nga ngjyra e lëkurës, po nuk dua ta marrë të pjesë, po duket si shkencëtar, më duket nga mustaqet i dyti, kurse i treti duket pak a shumë si ato politikanët kështu, kështu që mendoj se është i treti. Okej. Unë mendoj se është i treti, nuk e di se po nga të tjerët ka diçka që duket sikur është pak më i ligë. Unë mendoj se është i dyti, nga që nga mënyra se si shikon. Okej. Kriminali në të vërtet është i tretë. Një fjali, vetëm një. Mua
Më pëlqen shumë libri imi i vjetër me aventura të bukura. Okej. Një klasë normale, por është klasa e magjisë. Ma klasë e magjisë, po. Është edhe me fantazia, jo vetëm tipike. Pastaj, çfarë ndodh pastaj klase me pikturën? Duke që se është i klasë e magjisë, aty çfarë bëhet? Pikturohet? Dhe çdo gjë që pikturohet aty, me që është klasë magjie, Po. çfarë ndodh? Kthehet në Në të vërtet. në të vërtet. Ideja ulu pak me avion pastaj. Një nga dëshirat për shembull që u pikturua ishte Ishte avione. që klasa të fluturonte Po. të gjithë me avion. Po, fluturoni kudo që donin. Okej, tani do nisi ideja me avionin, do e bëjmë kështu. Po, do dalin një histori Do tjetër. flas për të gjitha? Jo, vetëm për avionin, do kryesh një histori, fjali të parë. Pastaj ti do e ndjekësh ideën me fjalin. Një ditë u me prindërit e mi shku me avion, shkuam në Itali. Okej. Në Itali ishte një pikturë shumë e bukur. Një muzeum, se ati ka shumë, një pikturë shumë e bukur. Pastaj një klasë e mori pikturën dhe e tregoi tërë fëmijëve, e prezantoi pikturën të fëmijët të klasës parë. Të klasë parë. Ky mund të jesh po ti, me që është djalë. Të tjerë mund të ndihmoni shokun aty. Ja, ai mund të se do ta shkon pastaj, se shtypet po tash. Ti me kuptim. Ti me kuptim. Po të shihni se po të çfarë bën shkollën gjë të keqe? Se nuk ka fajin shkolla, fajin është ai ka. Ky janë shumë të rëndësishme për të zhdukur sepse ne na sjellin gjëra të këqija Është bullëzimi, tallja dhe sëmundjet. dhe sëmundjet. Si do të ishte bota për shkakun pa tallje, pa bullizim, pa sëmundje? Do të ishte më mirë. Grupi Lunës, 3 gjëra që ti do doje të zhdukje. Ti Kemi vendosë bërë këto. politikën, drejtsinë dhe dhunën fizike dhe psikologjike. Pse të parën Po sepse në politikë ose kemi dëgjuar që ka për shembull shumë keq kuptime dhe nuk ka drejtësi, vjedhje dhe qyteti domethënë është gjithmonë ato zgjedhjet ato kështu. çfarë është politika në të vërtetë? Kush e ka dëgjuar se që dita thot ashtu siç duhet të jetë, jo siç është? Që të gjithë fëmijët moshatar me mua të sillen edhe më mirë. Okej, sillen. Ne njerëzit duhet të shikojnë fëmijët nga pamja e brendshme dhe jo nga pamja e jashtme. Shumë e bukur. Mësuesa mund të them 2 mesazhe për të tërë. E para është kur mos thuaj kur dhe e dyta është çfarë jep merr. Mos të lumur. Mos të bullizojnë njëri tjetrin. Mos bullizoj njëri tjetrin. Unë dua që njerëzit mos të sillen keq edhe mos të bullizojnë të tjerë. Shumë mirë. Po, Dea, thuaj, besoj se e ke tani ke të plot, po. Edhe pse le kemi të drejta tona që duhet për shembull nevojat tona, le kemi edhe përgjegjësitë tona. Unë mendoj që ta respektojnë më shumë njëri tjetrin dhe mos t'i bëjnë njëri tjetrin të ndihen keq. Të respektojmë të tjerët. Po, ju falenderoj të gjithëve për sot. Përgjigjet sigurisht ishin sipas pjesës tuaj personale dhe unë u kënaqa. Besoj dhe ju u kënaqët me këto që ndat me njëri tjetrin. Ju besoj njihni njëri tjetrin, por kjo është një formë tjetër e juaja e brendshme për të njohur, sepse kur njohim më shumë njëri tjetrin, ne edhe pranojmë. Ju falenderoj edhe një herë dhe do shihemi sërish. Ha, do doli një çik, doli pak emocione.